Emigrimi masiv që ka prekur Shqipërinë në dekadën e fundit ka lënë pas plagën e madhe të shpopullimit të fshatrave dhe qyteteve. Në shumë zona të qarkut të Shkodrës, të vetmet lëvizje janë ato të moshuarve që kanë mbetur të vetëm në shtëpi. Ashtë një prej fshatrave ku emigrimi ka lënë gjurmë të forta, dikur me 800 banor, sot ajo nuk numëron më shumë se 150. Parë zotën kanë ikë. Nuk e ke 3 këto, janë tanë katonin, janë 3. Thamë, mosh 12 vjeqe dhe 20 vjeqe. Se 3-7 vjeqa ka. Sa banojmë? Sa banor jeni? Sot? 50 vetë. Të mund të jeni 15 vetë, 20 vetë. Unë ashe ku kam shpinë, vetën jam. Jetoj vetën. Ka në një, kam jetë në një takok. Përsi ka një këto, ne? Dete, apo? Itali, Gjermani. Shumë, gjithë ka. Po të shqyse ka të unë dhe është bashkë i herë, që me thamë adje. Ja shtetit pa, që me po këto? Dyri që me po këtë farë me të përbojnë me një fmi. I të lëgjëtor 5 vetjena. As i lop, as i qenë, unë s'kam kur gjohë. Problemi e emigrimit ndikon drejt për drejt edhe në fuqinë punëtore, pasi të moshuarit thonë se tokat po mbeten djerë, pasi nuk ka të rinj që të punojnë më në fshat. Shumë. S'kena fuqi punëtore. Ma kese për fuqi punëtore se në për kurzan. Vedi jena plak, nuk... Dikush i ka djerë, dikush i ka shumë në qera, dikush i përnën vetë kaj. Ju vetë, ku keni fëmijët ju? Gjermani, Kanada, Itali. Ashtë sot i mungon bukuria dhe gjallëria dikurshme, nuk dëgjohen me zërat e fëmijëve dhe të rinjve, të cilët dikur linin gjurmë në këtë zonë.